Ka një retorik të partive të reja të cilat përdorin pak a shumë të njëjtën retorik si Berisha. Kështu në qoftë se i dëgjojmë ata, i parullat janë të tilla që po zbrazët vendi, po ikën popullsia, spitalet janë bosh, nuk kanë ilaçe, vitet gjithandej korrupsioni është i madh. Pra, është një retorik e cila në një farë mënyrë ka ngjashmëri si dy pika ujë me atë të Berishës. Duhet të thënë që Berisha më tepër se kaq ka edhe një program të cilin e paraqet, sa qëndron apo jo programi është tjetër punë, por në ndryshim nga Berisha, partitë e reja përdorin pikërisht këtë lloj retorike dhe vetëm këtë. Për kuriozitet kam dëgjuar disa prej tyre dhe vërej që kanë një retorik komplet sipërfaqësore. Ndoshta do ta quaja të tepër, po të thoya se populiste, sepse populizmi në vetvete nuk bazohet vetëm tek parullat, por ka edhe shumë aspekte të tjera. Gjithsesi, kjo është një retorik e cila po i kthehet në bumerang Berishës. Në qoftë se neve do ecim me këto parulla, ose më saktë, në qoftë se partitë e reja do ecin me këto parulla njësoj si të Berishës, ato do gryejnë elektoratin e Berishës. Kjo është evidente. Pse do gryejnë elektoratin e Berishës? Sepse ai elektorat që do votojë Edi Ramën e ka ndarë mendjen që do votojë Edi Ramën. Për ikjen e popullsisë, ai elektorat ka një justifikim atë që jep Edi Rama. Për spitalet e shkatruara ka një shpjegim dhe ka edhe një realitet, sepse nuk mund të krahasohen spitalet e përpara 12 vjetëve me spitalet e sotme, të paktën për nga ana hoteliere, por edhe për nga gama e analizave dhe gama e ilaçeve që afrojnë. Po kështu në qoftë se do vazhdojmë me shkollat, sepse shkollat, mos harrojmë që dikur kishim 50 universitete, licencat të dhëna në kohën e Berishës, të cilat sot janë në një farë mënyrë reduktuar dhe shpresohet që diplomat të dalin më të forta, më thelbësore. Kështu që kjo lloj retorike të cilat bëjnë këto parti është një retorike e cila gryen pikërisht Berishën, sepse një elektorat i cili nuk do të votojë Partinë Socialiste, është i zhgënjur prej saj, voton më mirë origjinalin se sa kopjen. Mirë po, në një moment kur ky elektorat kërkon diçka të re, sepse e kupton që Berisha është i konsumuar, Berisha nuk vjen dot në pushtet. Për shumë faktor, nuk është vetëm non grata madje në momentin e votimit nuk dikon fare se elektorati jon nuk është aq, po jo vetëm joni, por në përgjithësi, nuk e mendon aq gjatë që do vinë në pushtet Berisha dhe pastaj amerikanët do vendosin marrëdhënie të ftohta me të, ose anglezët. Jo, është një elektorat i cili, si çdo elektorat tjetër, është impulsiv. Dhe kë do votojnë një të ngjashëm të Berishës. Atëherë kush janë një ngjashëm të Berishës, janë pikërisht këto partitë e reja me këto sloganet e tyre, të cilat në fakt i kanë kopjuar nga Berisha dhe po i thonë. Dhe ky është një bumerang që po i vjen Berishës. Është një bumerang të cilin ndoshta as ai vet nuk e priste, por kam frikë se do penalizohet nga kjo. Si gjithmonë në fund, ju rikujtoj të bëheni pjesë e programeve tona në YouTube, dritarë të vëndet, kanalit Rudina Gjunga. Faleminderit.